Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar kontroll duke goditur një rast në fushën e armbajtjes pa leje dhe një tjetër në fushën e narkotikëve, në zbatim të planit të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, duke evidentuar dhe goditur veprimtaritë kriminale, bazuar dhe në informacionet e siguruara në rrugë operative, shërbimet e komisariatit të VAUTD-s në bashkëpunim me forcat e posaçme Shqiponia, finalizuan operacionin në të cilin ran në pranga shtetasi Dritan G, 34 vjeç, banues në Bushat për veprën penale të mbajtjes pa leje dhe prodhimit të armëve shpërthyese dhe municionit. Ndërkohë, shërbimet e policisë gjatë kontrollit fizik i gjetën këtij shtetasi në një lokal një armëzjarri pistolet me municion luftarak. Jurgen T, 29 vjeç, banues në Paqram për veprën penale të prodhimit dhe shitjes së narkotikëve. Shërbimet e policisë ndaluan automjetin me të cilin qarkullonte ky shtetas dhe gjatë kontrollit fizik i gjetën atij një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme.